Hajde të regoni drejt miq. Sa për jush keni përjetuar vërtet gjëra të tilla? Unë natyrisht shpresoj që në mesin e firmave shqiptare dhe tek shefa shqiptar nuk ka raste të tilla, por në Gjermani vetëm në 10 vitet e kaluara janë regjistruar me miliona e miliona raste të mashtrimeve me pagesat e punëtorëve, sepse atyre nuk u janë paguar as pagat minimale që parashikohen me ligj. E ka pasur edhe 10.000 raste të zbritjeve fiktive të rrogave, mos respektimit të standardeve për pagesa dhe anashkalimit të pagesës minimale që është vepër kundër ligjit. Për fat të keq, një numër i madh i këtyre punëtorëve të mashtruar janë migrantë. Sa i përket manipulimit me rrogat e punëtorëve, në veçanti të punëtorëve migrantë, sindikatat në Gjermani kanë llogaritur se punëtorëve nuk u janë paguar rreth 35 miliard euro brenda 10 vitesh. Fondet e sigurimeve kanë humbur në këtë periudhë rreth 22 miliard, ndërsa humbjet e përgjithshme të shtetit kanë qenë rreth 64 miliard euro. Analiza e sindikatës është bërë për periudhën prej vitit 2015 deri në vitin 2024. Me paga minimale aktualisht në Gjermani paguhen rreth 6 milion njerëz, më së shumti në gastronomi, hoteleri, tregti dhe në bujqësi. Por, pikërisht, tek kjo kategori, që në parim paguhet tepër pak, janë bërë edhe keqpërdorime dhe manipulime e mashtrime të mëdha. Sindikatat kanë vlerësuar se punëdhënësit shpesh nuk i kanë paguar punëtorët as sipas pagesave minimale për një orë punë që aktualisht në Gjermani është 13 euro e 90 cent për një orë pune. Mashtrimet me rroga i kanë prekur në këtë periudhë gati 2 milion punëtorë në vit. Mashtrimet fillojnë që nga koha e udhëtimit deri në punë, përcaktimi i fillimit të orarit të punës, veshja me petka të punës dhe vazhdojnë pastaj me zbritjen e parave nga pagesat me pretekstin e blerjes së mjeteve të punës, pastaj vendosjen e gjobave arbitrare për shkaqe të ndryshme, e deri tek mospagesa thjesht e punës së kryer. Punëdhënësit shpesh fshehin edhe kontributet për tatime e sigurime, si dhe për detyrimet e tjera ligjore që në fund të fundit dëmtojnë edhe vetë punëtorët, sepse nuk u paguhen parat për pensione, sigurime dhe gjërat e tjera. Ekspertët thonë se kjo është një vjedhje e pastër e pagave, e kjo shumë, sipas tyre, shkon pra deri në 64 miliard euro që kanë mbetur në xhepat e punëdhënësve brenda 10 vitesh. E sindikatat thonë se kjo lloj vjedhje prek pikërisht grupin e punëtorëve që edhe paguhet më së paku, që është vërtet një krim më vete. Prandaj, sindikatat kërkojnë edhe ndëshkime më të mëdha për punëdhënësit që mashtrojnë. Autoritetet e shtetit në Gjermani po përpiqen që të reagojnë përmes kontrollit financiar të punës së paligjshme i cili vepron në kuadër të doganave gjermane. Vetëm në vitin 2024 janë nisur 6200 procedura hetimore me dëshime për shkelje të marrëveshjeve për pagesat minimale. Ndër veprat që janë hasur më së shpeshti në këto procese janë paraqitja e të dhënave të pasakta mbi orët e punës, pra mashtrimi me orët e punës, paraqitja e punëtorëve si praktikant, që paguhen më pak, mos pagesat e orëve që kanë lidhje me udhëtimin dhe me përgatitjen për punë, e madje edhe thjesht mos respektimi i marrëveshjeve për pagesë sipas pagës minimale, sepse punëtorët paguhen thjesht më pak se sa që parashikon ligji. E firmat dhe shefat shpesh i friksojnë punëtorët se mund të humbin vendin e punës nëse insistojnë të paguhen më shumë, pra nëse kërkojnë paratë e tyre. Kjo miq të dashur për fat të keq ndodh shumë shpesh me punëtorët e huaj, pra me migrantët që punojnë në Gjermani. Këta punëtorë shpesh bëjnë punët më të vështira në industrinë e mishit, në shërbimet postare ose thjesht edhe në ndërtimtari e bujqësi. Mashtrimet janë pra më të shpeshta në sektorin ku punon një numër më i madh mesatarisht i punëtorëve të huaj. E në këto raste përdoren edhe metoda të ndryshme të presioneve ndaj këtyre personave, të friksimit të punëtorëve të huaj, e një rol të madh luan edhe fakti që punëtorët e huaj shpesh nuk i njohin as ligjet dhe rregullat në Gjermani.
Për ata që ndjekin kanalet e mia, jam goxha shumë i bindur se janë të informuar goxha mirë. Të paktën kështu shpresoj dhe për këtë po përpiqem të punoj çdo ditë. Ndaj, nëse doni, shpërndajeni këtë video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia sepse kështu ju vijnë të gjitha informacionet me kohë. Dhe për fund fare, keni përjetuar dhe ju raste të këtilla të mashtrimeve me rrogat? Nëse doni, më shkruani këtu në video dhe mund të diskutojmë e komunikojmë së bashku. Faleminderit dhe mirupafshim.